Tani do kthehemi te ferma VIP 2, pasi shumë gjëra kanë ndodhur. Sot kemi të ftuar një familjar i cili është daja e yllit. Ka ndodhur një debat mbrëm gjatë publicitetit. Ata nuk e dinë që janë 24 orë në 24, mendojnë që mund të thonë çfarë do lloj gjëje dhe nuk do dëgjohet. Është dhënë një koment nga Andrea. Mund ta shohim komentin? Është bërë gjatë publicitetit, kanë qenë live. Po, unë e kam ndjekur. Besoj ju e keni ndjekur, por për të qenë edhe me publikun të qartë. Kështu që nëse e kemi insertin gati, ta shohim. Dhe të kam paralemru. Ylli si ishte paralemruar. Po si jo? Po, i kam dalë jashtë, i kam fut dy turgje, kam thonë, te jetë raport dhe fundi, figurë dhe kaq. Mbyllë muhabetin dhe mbyllë iku. Ose diskuto më atë punë. Te jetë raport dhe I këta thash, për sa i përket asaj gjaje thash te jetë raport dhe punë. Ndërsa kur ti vjen ti dhe të kërcënon I kanë edhe Janë njerëzit me fjalë tua ju kanë gjujë kësajna. Që çfarë shembulli jeti? Shambullin dyrë. Shambullin dyrje. Ullë aty. Ullë aty. Ti e do fikën në fytë për. Ullë aty. Po, këte e thash gjitha. Po, këte e thash. Ka në gjë. Ka në gjë. Qaka, ka në gjë bli pasta. Ti e do fikën në fytë. A thajt shtyp kokën. Qa Andre, po iko se javë dhe ka në fytë. Tu po t'i gjë. Unë e du fikën në fytë. Unë e du fikën në fytë. Ik, mare drejt. Unë e du thikën të këteje. Ik, me të rujtë. Unë e du thikën. Ja, demi këto justifikime. Demi justifikime. Unë e du thikën fët. I ka legend. Në regull, ta shë shofim. Ase po ik i fari sonte. Ta shë shofim. Dërshme me ik 17 milion dinër si puna jote. Me një që nuk lej njëri patar ati latë, e tu të shadha me lis das me plako. Me një, si ty këtu, e kamë të ndesh me tiki, o plako. Marut të i bo valigjët gati. Marut. E kamë të ndesh me tiki. Fejkine. Mos ma bëj mu fake se ta. Fejkine. Fake. Fejkine. Kaq. Mos më thuj ma ashtu se ta shtyp kokën tokë, pla. Ta shtyp kokën. Ta shtyp kokën. Ta hep kokën, ta qajt gjakun të sërë. Fejkine. Elton, komente të rënda. Shiko, nga ta nisësh nga mënyra si Andrea i drejtohet yllit me përbuzje, është një gjë që unë kam vënë re në këtë fermë, në këtë edicion të ferma VIP, ka qenë përbuzje që kam pasur karshi një lojtarit vetëm. E kanë nisur me bullizime, me sharje, duke e akuzuar për seksualitetin e tij, duke e ngacmuar në për pika që realisht kushdo që t'ishte nuk do duron të dot. Vazhdon pastaj me këto në prajmë, është shumë e turpshme që ti drejtohesh tjetrit në atë farfej me atë lloj përbuzje dhe ti thuash për më tepër të fus thikën në fyt. Unë nuk e di se çfarë duhet ndodhi tjetër aty brenda që njerëzit përjashtohen. Pritet t'i futet me të vërtet thika në fyt? Janë kërcënime shumë të rënda, fjalë që nuk sepse ajo është gjëja më skandaloze që mund të ekzistojë. Jo vetëm për faktin që është live. Këto janë gjëra që normalisht duhet pasur një reagim i menjëhershëm dhe nuk mund ta baraspësosh fare me atë që pas ka thënë ylli më përpara, sepse gjithë ky debat ka nisur pasi Andrea kërkoi përjashtimin e yllit, pse ylli ka thënë të shtyp kokën. Po të shtyp kokën me të fus thikën në fyt janë dy gjëra krejt kundërta. Dhe të shtyp kokën ka qenë, të kujtojmë pjesën që ylli ka qenë një mision nga Agaj. Misioni që është dhënë fakirëve. Kështu që ti nuk mund ta paralelizosh këtë gjë. Por ajo që mua më tremb më tepër është normalizimi që i bëhet kësaj gjëje. Në fakt, ne sot kemi dhe dajën e yllit i cili do të komentoj me ne mbi këtë ngjarje dhe ngjarjet e tjera që kanë ndodhur me yllin aty brenda. Dukagjin Krasniqi e kemi në lidhje direkte nga Gjermania. Regjia, po. Përshëndetje Dukagjin, mirë se erdhe. Përshëndetje dhe për ju. Mirë se erdhe në Ferma Club. Besoj që i pe pamjet, e ke dëgjuar atë që ka ndodhur mbrëm. Po. Dhe ne si familjar jemi shumë shqetësuar për rastin që ka ndodhur mbrëm. Do më thonë në një live emision me ndodh kjo është do më thonë absolut jo normale. Po ma e keqja që është që nga produkcioni të merret kjo si një gjë normale dhe të ka përcehet ma andenaj. Ne jemi shumë të shqetësuar, tepër, dhe ne kërkojmë që produkcioni të ndërmet hapa ndaj kësaj.
do më thonë nuk tolerohet as pak. Mund të bëj një pyetje? Produksioni është duke vëzhguar, duke gjinë dhe mos ke asnjë dyshim për këtë gjë. Pyetja ime është, a e provokoi ylli, a e ka i pjesën e vetë të fajt, se edhe Eltoni e Ceku pak më parë, duke qenë që ai ka qenë në një mision, i ka thënë Andreas do ta shtyp kokën. Mendojnë që është një pasojë e asaj deklarate të yllit? Unë mendoj që për shembull ylli e ka pash misionin nga Agaj. Do më thonë, edhe nëse ylli, do më thonë i ka thonë Andoelit në atë aspektin, do më thonë, Andoelit i ka kërku falje sepse është interpretuar keq. Por, të thohet nga Andrea në një live show, të angulli thiken dhe do të shtyp kokën të qes gjak, do më thonë, kjo nuk ekziston në asnjë shtet, ku do të është, po të kishë ndodhë në shtetin Gjerman, kjo, do më thonë, do të ishë penalizu direkt dhe do të shku në sende gjyqësore. Unë mund të them, si ish konkurent dhe si pjesëmarrës në Ferma VIP, unë mund të them që kjo situatë e tensionuar është jep me merr, dhe fakti që ka qenë me mision nuk e justifikon asnjërin as tjetrin, sepse në misionet nga që na jep Agaj, realisht misionet nuk janë për të përdorur edhe për të dhënë lirinë për të reaguar apo për të kërcenuar apo për të përdorur terma të tillë. Kështu që ai të jep të drejtën të bësh një lojë, po jo drejtën për t'ju drejtuar tjetrit të shtyp kokën. Unë mendoj dhe them që nuk ka vend për armiqësim sa ka vend për të qetësuar gjak. Dhe di pse, për të gabuar kanë gabuar të dy, nuk ka gabuar vetëm njëri. Kështu që pjesa e produksionit nuk ka pse të ndërhyjë për atë shkollë sa ata janë të konkurrentë. Po doja të të rikujtoja ka faj, ka dhe gabim. Të gabosh është normale, po faj është më i pa faj. Dakord. Do me thënë, të paralelizosh dhe të normalizosh futin e thikës në fyt, në shtypjen e kokës, kjo është e pa të lërë. Më la ta mbaroj. Mbaroj ta gjete Bruno. Unë nuk po them që po i paralizoj me njëra tjetrën, por as për të justifikuar nuk një person dhe mos justifikosh qëndrimin e tjetrit, se është shkak pasojë e gjitha. Nuk është thjesht një veprim që një e thënë që është thënë pa arsye apo pa diçka. Po jetojmë në një vend ku tjetri po vjen për një garë. Jam shumë dakord që terma të tillë janë shumë të rënda dhe nuk duhen përdorur në asnjë moment, por duhet kuptoni që ata janë persona që janë izoluar dhe shpeshherë, domethënë pjesa e fjalës apo domethënë shkujdesi në të folur mund të ndodhin si pasojë e ngarkesës së madhe. Nuk justifikohet njeriu me izolimin. Në qoftë më jepet pak kohë, mënyra ime si e perceptoj këtë reality show, që është reality show, është i tillë që shpesh herë mund të gabojnë dhe të përdorin shprehje të tilla të cilat ne na duken normalisht pak fyse, denigruese për konkurrentat, por në asnjë mënyrë kërcënimi është diçka komplet tjetër, mendoj unë. Edhe këtu bëhet, si të thuaj, diferenca midis asaj çka thënë Ylli dhe asaj çka thënë Andrea. Me sa di unë dhe me sa dëgjova, edhe me çka kam parë është që ka kërkuar falje Ylli. Të kërkosh falje është hyjnore, mendoj unë. Edhe në këtë moment ai e ka zhbër gjithë këtë, jo për ta justifikuar, po e ka zhbër gjithë atë tensionin në një fjalë që ka thënë dhe ka dalë jashtë kontekstit, siç e thaj. Kurse të pres në fyt nuk mund të justifikohet me do të ruaj mjekrën me thik. Janë momente nervash. Po pra, kërko falje. Në moment që thua diçka, kërkon falje. Një sekund, kurse si, përveç që kur kërkon falje, gabimi i dytë është që ti e justifikon me një dëlirë madhështie që jenë televizion dhe mund të manipulosh publikun. Kjo është e gabuar. Në moment që ti thua dikujt do të pres fytin dhe përmend edhe gjakun për më tepër, kjo është e patolerueshme dhe nuk i vë faj edhe familjes në këtë rast që janë të shqetësuar. Do të thoya edhe Dukagjini dhe familjes së Yllit, unë i sugjeroj edhe i këshilloj që të mos i marrin për zemrës aq shumë pjesën se çfarë ndodh në një reality show, Unë kam qenë vetë pjesë e sulmeve shumë më të rënda se sa një termi të tillë, jo vetëm në realitin Ferma, po edhe në reality tjerë që janë shumë më të egër se sa Ferma. Dhe unë gjithmonë përpara se nisem në pjesëmarrjen në një reality show, ju them familjarëve, çfarëdo që të ndodhë, ju lutem mos e ndikoni, mos e merrni afër zemrës, por shkoj po luaj edhe çdo gjë që ndodh do ngelet aty. Prandaj këshilloj që asgjë e mirë nuk vjen nga mosqetësimi i këtyre situatave. Jemi njerëz, jemi shqiptarë dhe normalisht që
ata duke qenë në një garë, do gabojnë, edhe do shprehen në forma nga më të ndryshme si pasojë e nervave. Jemi shqiptar. Nuk jam as pak me ty thua. Gabime ke nëse si me mua. Shiko, Dugajin, ti mendon që Ylli ka pasur frikë dhe prandaj nuk është frikë ka pasur frikë, duhet të dihet që Ylli është 24 vjeçar, kurse ky që foli tash pak përpara që e merr sikur justifikim, domethënë i bën sikur ka thonë Ylli dhe ky dy baza janë sikur dita me natë. Domethënë çka ka thonë ai thikën fyt dhe kjo çka ka thonë Ylli dhe ka kërku falje domethënë në atë aspektin anduelit dhe e ka shukat këtë punë domethënë. Kurse Andrea e thot në një live që ai domethënë e that në atë aspektin që produksioni nuk mur diçka ku po nisi dhe me përbuzje, duke e trajtuar si leck. Genau, ashtu është. Mund të them diçka. Dhe thika në fyt ishte qershia mbi to. E vërtet, produksioni në këtë rast sipas mendimit tim ka një detyrë të vetme që të ruaj, si të thuash, vazhdimsinë e lojës edhe balancën midis konkurrentëve dhe mendoj e ka bërë më së miri pasi nuk ka ndodhur asgjë nga ato çka është thënë. Merr përsipër çfarë do të gjëje. Penalizimi në këtë rast do vi nga publiku. Penalizimi në këtë rast për Andrean do vi nga publiku vet, i cili do e shikoj këtë gjë dhe kaq. Nuk ka pse shqetësohet për pjesën fizike dhe shëndetin e Yllit. Për sigurinë. Gjithsesi Bruno, të rikujtoj që po flasim për një lojtar që është bullizuar dhe është akuzuar për seksualitetin e tij që ditën e parë të këtij edicioni. Seksualitetit të Yllit. Doja ta pyesja Dajën e Yllit, si të duket ky ngacmim që i bëhet vazhdimisht Yllit në lidhje me seksualitetin e tij? Ky ngacmim bëhet domethënë nga të gjithë banorët u zhbo për Yllin, domethënë nga fillimi. Unë jam krenar për Yllin që e ka menaxhuar këtë shumë mirë, domethënë nuk ka ra prej e tyne. Domethënë një njeri që bullizon, një 24 vjeçar në atë mënyrë, nuk e di ku do të shkojë me këtë bullizim. Domethënë nuk është një i buk e mirë që do më thonë ta shohin njerëz të jashtë që është të ju bo një reality show. Një pyetje kisha unë. Duket si kur pikën mbi I ja vendosi letra që erdhi nga gruaja. Do me thënë divorci që u bë, ishte për shkak të seksualitetit të Yllit. Ajo thonte në letrën e saj që Ylli pëlqen djemt. Dhe duket si kur i vendosi pikën atyre aludimeve që kanë fermerët e tjerë brenda në fermë. Unë mendoj që ne jetojmë në vitin 2025 dhe nëse diçka e tillë shtekon, ajo nuk ishte nejt me Yllin, do më thonë 8 vjetë bashkë. Kështu do më thonë çdo sa bjen poshtë. Po nëse Ylli do të kishte me të vërtet shije të tjera seksuale, do ta kishte përkrahur një lloj siç po e përkrahun tani. Unë mendoj që nuk ka nëse. O Valer, po pyes zotin Dukajgjin dhe pyes zotin Valer. Zotin Dukajgjin dhe kuptoj dhe natyrën e të bërit shumë mirë. Nuk ka nëse kur personi vetën fjalë është një njeri shumë i fortë që po përballon çdo situatë dhe çdo paragjykim që tjerët po I drejtojnë atij personi dhe e kam për një 24 vjeçar se përmend shumë Dukajgjini pjesën e moshës së Yllit. Mua më duhet shumë djali pjekur, djali zoti, ka një zemër shumë të mirë dhe është një njeri shumë I sigurt në seksualitetin e tij, për aq kohë sa nuk janë nin fare se ç'a mendon dikë tjetër. Do ta kishte mbështetur ju lutem mund të marr një përgjigje? Marrim disa përgjigje nga Dukajgjini dhe pastaj mund të kemi një përgjigje, do ta kishte përkrahur njësoj nëse ai do të kishte pasur prirje të tjera seksuale? Ne jemi që përkrahim çdo njeri, sepse ne nuk mundin të thojmë një njeri jeto kështu jetën, sepse unë dua që ti ta jetoj kështu. Çdo njeri në këtë botë ka të drejtën e vet. Ta jetoj jetën ashtu si të don, ashtu çka ti don ti. Çka ti don le të bën dhe jo për të paragjykuar njerëzit që mundohen gjithmonë me bollizu në atë aspektin. Shiko, Elton, më fal një sekond. Elton, nëse do ishe ti Elton, ç'a do bëje? Që do bëja? Aha, po. Unë atë që kam bërë për herë. Do lidhesh me ndonjërin? Me kë? Përse duhet lidhesh ka? Po tash nuk ka nëse. Përse duhet lidhesh? Po ja, më bën nëse. Po Bruno, nëse unë pyes familjarin o vëlla. Ta gjem pastaj edhe to janë tema, jo më jo realisht, to janë tema që familjarët I prekin goxha shumë. Ti bëj një pyetje Dukajgjinit, pse ish gruaja ja bëri në atë mënyrë? Domethënë letrën që dërgoi pastaj do isha lidhur me ty o Valer. Se mos lidhesh, jam I martuar s'bën. Lutem ta. Pse shkruaj ti atë letër? Pse shkruaj ti atë fjali? Letra do më thonë jam I bindur që nuk është shkruar nga gruaja. Se ajo nuk din asnjë shqip me shkru, ajo letër është shkruar ashta një aspekt pak, por letra është
do më thonë është inskenun nga produksioni që të bëhet kjo punë ma e madhe për klikime dhe për Akuzat shumë të rënda, sepse ajo është emër me mbiemër dhe nëna e yllit erdhi dhe i tregoi letrën e divorcit. Nuk e besoj, e para njerë është e patolerueshme fare, njerë që të mendosh e ka shkruar produksioni Kastile për të krijuar situatë. Jo, produksioni, jo që e ka shkruar komplet, po do më thonë e ka ndreqë asë bukur që me dalë aty. Jo, ajo ka shkruar një mesazh në adresën e saj personale, do të thënë dihet që e ka shkruar ishnusja e yllit. Nuk mundet të hetim akuzën. Nëse mund ta marr fjalën të them dhe për këtë pjesë, pasi është një panel shumë i zjarrt këtu dhe me sa duket nuk mund të thuash atë mendimin tënd komplet. Por unë mendoj se të qenurit pjesëmarrës në ferma VIP në këtë rast nuk të ndikon seksualiteti. Kjo është diçka e cila është një temë sociale e tillë që përveç faktit që të merr sulm, në të njëjtën kohë vesh dhe në qendër të vëmendjes. Siç e kemi parë Yllin në këtë rast, është vënë në qendër të vëmendjes me anë të këtij lajmi e cila është mbështetur në këtë rast edhe nga ish partnerja e tij. Kështu që e vetmja gjë që i ka bërë Ylli të paktën në aspektin se shkojnë është mirë, sepse edhe te prajmi i kaluar i fermës VIP që pash dje në mos gaboj, Ylli tregoi të gjithëve që ka forcë fizike dhe që mund që të konkuroj në këtë mënyrë edhe të preferuarit. Më të fortët në sfida. Po pra, është ka fituar shumë sfida, duhet prekur kjo pjesë. Kemi në ekran edhe mesazhin që është dërguar nga nusja e Yllit. Dukaqina, ke folur me nusën e Yllit, me ndonjë familjar të ti, me ish partneren? Jo, nuk kam folë, sepse ne jemi familje që nuk merrem me të thashet thena, kur ne e dim se kush është Ylli, opinioni i tjerëve hin këtu dhe del këtu. Po atëherë sa të thonë që nuk e ka shkruar ajo letrën, por është një gjë e stisur nga produksioni, se këto janë akuzat brenda. Jo i nxitun kështu, po është zbukuruar nga produksioni. Ka zbukurim të pjesa është... Ka zbukurimi do ketë aty? E kishte shumë të thjesht, më fal, e kishte shumë të thjesht që ti merrte sqarimet më të qarta duke marrë nusën edhe Yllit dhe duke e pyetur që është e vërtet apo jo ky fakt. Nuk ka pse akuzon produksioni për këtë gjë. Se Ylli nuk mund ta bëj duke qenë që është pjesë e fermës, po familjarët jashtë mund ta bëjnë. Është pak e vështirë sepse nuk është i vogël Ylli, është 24 vjeç, nuk është as ai ka të drejtën që marrëdhënien e vet ta trajtojë si të dojë. Fakti që ish partneri i tij dërgon këtë letër për ta njollosur, si të thuash, figurën e ish partnerit të saj që ka qëndruar 8 vite, është komplet cloud chasing është pak. Unë e quaj cloud chasing është në anglisht që ndjek domethënë trendin si të bësh dhe ti pak viral të marrësh çik vëmendje nga ajo që po merr Ylli. Letra erdhi me pretendimin që Ylli e ka përmendur brenda në fermë. Përmendja e Yllit brenda në fermë ka qenë në kuadër të asaj çka ai ka kaluar, nuk ka qenë për të cënuar figurën e saj. As për të mohosh eksperiencat unë gjën e keqe e shoh tek mënyra e hakmarrjes për faktin nëse një person e ke dashur një herë lëret lirë dhe ka bërë zgjedhjet e veta se është djalë i rritur dhe ajo është njëri i rritur. Kështu që mendoj që ka qenë një kartë hakmarrje jo e bukur, për faktin edhe duke shfrytzuar dhe momentin për pjesët që po diskutoj, edhe për t'i dhënë një shtys akoma më tepër kur i afër hendekut, por, fakti i pasërtisë së personit bëri që ato shigjeta që i drejtuan Yllit të kthehen në favor të Yllit në pozitivitet, sepse tregoi maturi dhe tregoi një person që thjesht me edukat mbylli gjithçka që ka ndodhur dhe nuk i dha zëgjës për të rikthyer prapë me hakmarrje. Unë fakt dua të rikthehem pak tek debati që pati me Andreën, por te çdo debat që ka patur Ylli brenda në fermë, duket sikur Ylli i shty njerëzit në limita. Edhe shohin si rrezik. E shohin si të rrezikshëm në garë, sepse ai po fiton çdo lojë. Po, okay. Dukaqina, është një strategji e Yllit kjo të shtyr njerëzit në limita, sepse duket që çdo përballje e Yllit ka qenë shumë e fortë aty brenda. Është një strategji e Yllit që do me thonë i qënë njerëzit në limite, por është në kuadrin e lojës. Do me thonë aty jo në reality show, do me thonë duen provokimin, duen të gjitha. Do me thonë e ka atë fuqi që me i qu njerëz deri të aty ku, po e din ku është granica, do me thonë e din ku do të ndare. Me që kemi Valeri këtu. Në kuadrin e lojës janë edhe paragjikimet edhe sulmimet atëherë. Në kuadrin e lojës edhe nga në tjerëve, ashtu janë fakt. Jo, s'është një lojë. Në kuadrin e lojës, atë heshnaj, do më thonë
që ish gruja e yllit, erdha aty dhe thanë nuk kalon gjithë shka hapur, nuk ka hec aty, do më thonë u vërtetua gjdo sanë me letrën e gjykatës, do më thonë që ka qenë në proces që ylli, do më thonë, ka vonë fund lidhjes edhe u vërtetua jo. Nuk më kuptove, në kuadrin e lojës se kisha fjalën për pjesën e konkurrentëve, kur sulmojnë edhe kur, do më thonë, të paragjykojnë, nuk e kisha për atë. Po, normal, në kuadrin e lojës është, aty është një reality show, do më thonë, se cili mundohet ta prek tjetrin aty ku s'duhet. Kurse për sa i përket qëndrimit të gruas e përmenda, ishte një formë hakmarrje shumë e ulët. Mund të bëj një paralelizëm të vogël në lidhje me yllin, është një histori e lashtë e David Engolajat, që në këtë rast është në rolin e Davidit, është një person i thjesht, i cili me anë të zgjuarësisë edhe forcës të dhënë të karakterit të tij arritë mund një përbindësh të madh si Golajat në këtë rast, dhe në këtë rast duket hapur që jo çka shohim në televizion është vërtet për t'u gjykuar pa ditur backgroundin e dikujt ose forcën e dikujt, sepse atje ke personazhe të cilët janë super artista, janë me emër, çdo gjë që mund të kenë mbështetje të madhe nga publiku, por sidat nuk i fitojnë, në ferm nuk bëjnë asnjë punë, edhe janë thjesht figura të tilla të cilat nuk japin për show. Pastaj për ata i keqi është ylli. Kam pyetjen e fundit për Dajën e yllit, a e sheh yllin fitues të Ferma VIP 2? Unë e shoh yllin në finale, nëse vjen çdo sfidë, ylli do t'i përballon çdo sfidë aty. Thjesht ju kisha lutë që produksionit, do më thonë, t'i shikojnë senet pak ma mirë, edhe mos t'i lojnë bullizimet me kalu kështu, gjana athikes, ta shtypi kokën. Këto do më thonë ju kisha lutë produksionit këtu, sepse une ka marrë shumë mesazhe nga... Duka gjinë t'jesh i sikur që produksioni shet çdo gjë me shumë vëmendje dhe do marrë masa për çdo gjë që ndodh aty brenda. Produkcioni e shet çdo san, po e lëng si të kalon një san normal. Këtu është shkret e gjitha, sepse ndodhin sene, jemi në reality show, jemi në një reality show. Prandaj jemi të ftuar këtu dhe në këtë rast edhe familiariti është i ftuar që janë marrë masat, ashtu edhe po dëgjohet zëri dhe si duka gjinin në këtë rast. Pjesa e produksionit është arma më e rëndësishme dhe më e fortë që një konkurrent tentoj ta kthejë në favor të vetes. Prandaj unë them që të hiqet dorë nga përdorimi i pjesës çfarë duhet të bëj dhe çfarë s'duhet bëj produksioni. Shiko, Valer, duka gjinë, ato janë në një reality show, nuk janë në një shkollë, produksioni merr gjithmonë masat, fermerët janë të gjithë të sigurt aty brenda për të thjesht. Loja është e fortë, lojtarët janë aty në sheshin e betejës. Publiku është ai që vendos edhe të rini të qetë, sepse çdo gjë tjetër zhbëhet dhe s'është e rëndësishme. Unë doa ta falenderoj Dugagjinin, që ishte pjesës së parë të Ferma Club. Shumë faleminderit për gjitha opinionet e tua. Ju faleminderit edhe për juve dhe ne gjithë familja jemi krenar për yllin, do më thonë ylli le të vazhdon kështu që shosh dhe mbështetjen tanë ka me pas deri në fund. Kështu që jemi krenar me djalin që është. Të përshëndes. Ju përshëndes dhe unë juve, kaloni shumë sa ma mirë.